Historia e saj fillon prej vitit kalum, 2025, quhet amivantamab. Është një ilaç i zbulum në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fillimisht e ka marrë miratimin prej Agjencisë së Banave në Amerikë, që është ndryshe FDA, për trajtim të disa indikacioneve me kancer të mushkërive. Por shkencëtarët kanë shku tutje, e kanë testu ilaçin dhe kanë bërë prova klinike edhe tek pacientët me sëmundje maligne në tru, në kokë faktikisht, edhe në qafë. Edhe rezultatet janë shumë shpresdhënëse. Ato që janë prezantuar prej shoqatës së onkologëve amerikanë është se nga gjitha provat klinike që janë bërë në 15 pacientë, të cilët ka dështu terapia tradicionale me kimioterapia, ka arrit me zhduk plotësisht ose me shkri plotësisht tumorin. Edhe këto rezultate kanë bërë që mi u dhanë shpresë, sigur se e thatë edhe ju, mira, ndoshta edhe miliona pacientëve me kancer, por që faktikisht duhet me theksu që ky ilaç ende nuk është i qasshëm për përdorim tek pacientët. Tani flitet për të. Këto prova klinike, rezultatet e provave klinike janë dorëzuar në FDA, tashmë në Agjencinë e Banave në Amerikë, edhe pritet shqyrtimi. Ky ilaç prej FDA do të trajtohet me një procedurë emergjente, edhe rezultatet priten me dalë sipas parashikimeve deri në fund vitit, me u dhanë ose jo miratimi për përdorim masiv. Pastaj kur të miratohet, si më thonë, prej FDA, sigurisht se do ta marrë dritën e gjelbërt edhe në Evropë dhe në vende tjera.